pushtetet lokale që kanë udhëhequr në 2 mandatet e fundit kanë qenë të ndërlidhura me ndërtuesit e lartë në komunën e Vushtrës, të cilëve ju ka konvenuar si politik me mungu hortat zonale dhe me mungu plani zhvillimor komunal, në mënyrë që ata me ndërtu objektet e tyre pa kritere që kanë ndodhur dhe kanë shëmtuar komunën e Vushtrës. Shumë e rëndësishme ajo që cek në fillim, kryetari i komunës ka qeverisur pa plan zhvillimor, pa strategji zhvillimore dhe pa horta zonale. Këto janë baza e një qeverisje lokale të drejtë, transparente dhe me vizion, që i ka mungu komunës së Vushtrës në 4 vitet e fundit. Ferit se u përmene. Veçilëshoj mikrofonin, lutem. Plani zhvillimor ka pas, do me thonë, afat skadense deri në maj të këtij viti, kështu që edhe mirë edhe deputeti që ka qenë në grupi punus, ka marrë kompania ekspert dhe janë të hartu planin zhvillimor. Nuk kemi mujt na hartën zonale të cilën e kemi gjetë se ka pas shumë të gjetura, me miratu një hartë zonale deri sa i dilte afati planin zhvillimor. Dhe tash nuk dash në fund të mandatit me qitë me miratu një plan zhvillimor, me njëherë në fillim të mandatit kanë më bo diskutimet publike me qytetarë, ka më miratu planin zhvillimor, ka më miratu harta zonale. Kjo nuk qëndron për arsye se qytetarët e Vushtrës na dëgjojnë dhe e dinë, 2 mandatet e fundit të kryetarëve janë shpenzu të udhëthirë në ekspert të Austrisë, ekspert jashtëm, hartim të planit zhvillimor, hartim të harta zonale, kjo nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur për arsye se pushtetet lokale që kanë udhëhequr në 2 mandatet e fundit kanë qenë të ndërlidhura me ndërtuesit e lartë në komunën e Vushtrës, të cilëve ju ka konvenuar si politik me mungu hortat zonale dhe me mungu plani zhvillimor komunal, në mënyrë që ata me ndërtu objektet e tyre pa kritere që kanë ndodhur dhe kanë shëmtuar komunën e Vushtrës. Faleminderit Jeta. Ne kemi lënë hartën zonale të gatshme. E vërtet që tani plani zhvillimor duhet të bëhet i ri, sepse ka skaduar koha. Për 4 vitet e fundit, bashkë me lëvizjen vetëvendosje, kemi qenë për 3 vite në qeverisjen e Vushtrë, kemi nënshkruar memorandum bashkëpunimit me Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe me UN Habitatin. Hartat zonale, kemi pasur ekspertë të angazhuar, grup të ekspertëve në zyret e komunës, ku është hartuar kjo hartë zonale dhe ka qenë e gatshme për aprovim. Dhe është udhëhequr si proces nga Komuna e Vushtrës dhe UN Habitati. Kjo çështje nuk ka të bëjë me bashkëqeverisjen që e përmend zoti Tahiri. Ka promovu gjatë gjithë kohës drejtorin e vetë urbanizmit Berat Sadikun si ekspert i Austrisë, njeriu që i bën hortat zonale, ndërkohë e ka përfunduar mandatin pa i bë ato, sikur se ka përfunduar edhe Ferit Idrizi mandatin pa i bë hortat zonale dhe pa e bë planin zhvillimor komunal, por pa e bë edhe strategjinë e zhvillimit të komunës Vushtrës, po ne e qeverisëm komplet me ad hoc vendime të cilat shkojnë në dëm të interesit qytetar dhe në dëm të planifikimit urban të komunës Vushtrës. Të lutem Jeta, unë flas vetëm me fakte dhe me argumente. Nun sa po dalim ka ky debat do ta bëj publike marrëveshjen me UN Habitatin për hartimin e hartës zonale të qytetit Vushtrës dhe dokumentin final që UN Habitati e ka dorëzuar në komunë të Vushtrës në fund të vitit 2021. Pandemia COVID-19, për shkak që gjitha punët janë ndalur në 2 vitet e fundit ose shumicën e kohës nuk kemi punuar, e ka pamundsuar hartimin e hartës zonale. Por arsyeja pse kryetari aktual nuk e ka aprovuar hartën zonale natyrisht është sepse nën kryetari i tij ka marrë leje për 13 ditë për objektet kaq